Shqipëria do të mas forcat me Serbinë më 11 tetor ora 20:45. Ndeshja e ditës së shtunë është e vlefshme për kualifikueset e botrorit 2026. Ekspertët e basteve kanë publikuar kuotat e para për këtë takim. Serbët janë dukshëm më të favorizuar për të fituar në ndeshje, pikërisht me koeficientin 1.7. Triumfi i Shqipërisë mund të gjehet deri në kuotën 5.5. Barazimi ndërkohë mban koeficientin 3.5. Shqipëria dhe Serbia e barazuan pa gola takimin e tyre të parë në Erë Albania, ku qezinë patën si pengë dhe një penallti të humbur nga Ri Manaj.